الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فلندريم تكون الله سبحانه وتعالى për ti ndihmë kërkojmë dhe vetëm për Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë pas tij. Salat e selamet për shëndetet tona më të përzemërta, ja dërgoj pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit, e lutim Allahun të vijemi edhe ne për tyre. Vëllezër të dashur besimtar, para 10 ditë është përhapur një lajm nëpër media e që nga ajo ditë deri më sot thuajse nuk ka emision, nuk ka program televiziv që nuk flasin për të ashtu quajturin një spion i cili ishte infiltruar me një xhamat. Vëllezër të dashur besimtar, sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim për këtë sëmundje të keqe e që mund të jetë i përhapur dhe ka qenë e përhapur qysh nga koha e pejgamberit edhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pas pejgamberit edhe deri në ditën e gjykimit. Do të ketë njerëz të ligë. Njerëz të ligë që janë në gjendje me shit imanin e tyre, o bët rrethtar, edhe me dalë prej dinit. Çështja e spionimit në fe nuk është veç një mëkat i vogël. Çështja e spionimit në fe është trajtuar që para 1400 viteve. Është trajtuar në Kur'an, ku Allahu Azza wa Jall ka folë për munafikët, për dy ftyrshët. Më shumë ka folë për munafikët dhe është përmendur në fillim të surës Al-Baqara. Ajetet kanë ardhur më shumë për munafika se sa për besimtar apo për pabesimtar. Sepse sheri i munafikut, sheri i tradhtarit, për besimtarët dhe për islamin dhe për vatanin është shumë më i madh se sa sheri i armikut të hapur. Sepse ai infiltrohet brenda rreshtave të muslimanëve dhe kamuflohet si besimtar me një qëllim që këta besimtar t'i shes tek armiku i përbetuar. Vëllezër të dashur, po ashtu duhet të jemi vigilant dhe të jemi sy hapur me këto media që po mundohen më pas me kundërshtu dhe me sulmu islamin edhe muslimanët edhe xhamiat edhe mesxhidet. Kinse me këta mesxhide dhe këto xhamate dhe këto xhamia këta prodhojnë dhe janë bashkëpunëtor të Serbisë. E dihet që armiku mu nga ai vend dhe mu nga ai popull dhe mu nga ai xhamat, nga cili druhet dhe ka frikë, aty mundohet armiku me fut njerëz të infiltruar dhe shpiuna. Dhe të nderuam, edhe UÇK-ja në të kaluarën
ka pasur njerëz të infiltruar që kanë spionu për Serbinë. Por ato me thonë se duhet tashti mu shërmu UÇK-ja vetëm se dikush është spion aty në mesin e tyre, i infiltruar, apo me ndonjë institucion tjetër. E tashma duhet të shuhet komplet institucioni vetëm se dikush është i infiltruar dhe shpionon për Serbinë apo për shtete tjera armike. Por qëllimi i këtyre munafikëve tjerë të mediave mundon që përmes një njeri infiltruar e që ka dalur në shesh dhe ne lutim Allahun Azza wa Jall që çdo shpion ta demaskoj Allahu subhanahu wa taala. E që të shpëtoj ummeti dhe xhamati dhe populli jon dhe vendi ynë prej njerëzve të tillë. Vëllezër të nderuar besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: o ju që keni besuar me gjuhë dhe akoma nuk është të futur besimin në zemrat tuaj, ju drejtohet munafikëve, ju drejtohet shpionave, mos i shpiononi besimtarët, as mos i gjurmoni të metat e tyre, sepse kushdo që i gjurmon të metat e vëllahu ti apo të vëllezërve të tij, Allahu do t'i gjurmoj të metat e atij personi dhe do t'a demaskoj Allahu qoftë edhe në shtëpinë e tij. Pra, munafiku, shpioni, një ditë do të demaskohet prej Allahu subhanahu wa taala e qet në pah Allahu azza wa jall atë munafik dhe atë shpion. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala tahassasu, wala tajassasu." Mos i dëgjoni llafet e njerëzve, mos i përgjoni ata. As mos i shpiononi besimtarët. Pa nuk i lejohet dikujt që të përgjoj bisedën e dikujt tjetër. Qoftë pas dere, qoftë pas muri, qoftë përmes aparateve të inqizimit, qoftë përmes telefonit, nuk lejohet të përgjohen besimtarët. Nuk bën që më marrë me këtë punë, është haram i madh tek Allahu azza wa jalla, është tradhti. Dhe mos spiononi. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: o ju besimtar, mos spiononi. Mos spiononi. Dhe mos i përgojoni njëri tjetrin. A dëshironi që ta ngreni mishin e vëllaut tuaj të vdekur? Pastaj është e urryer kjo punë. Edhe më e urryer është me përgoju dikë e jo më me spionu. Vëllezër të nderuar besimtar, Islami ka rregulluar këtë çështje me dispozitat e fesë islame. Personi i cili i ndihmon armiqëve bëhet krah i tyre kundër, s'po them vëllezërve të tij, se ai veç i ka shit vëllezërve, nuk është më vëlla i tyre, po kundër besimtarëve. Është rregull dhe dispozite e fesë islame që ai person shpallet kafir pa besimtar, sepse është tradhtar, i ka ndihmu armiqve kundër besimtarëve. Me bartë informata është ndim dhe armiqve kundër besimtarëve. Me i tregu se kush janë dhe qka janë dhe sa vet janë, qka janë duke bërë, qara aktivitete kane, e nuk di qka, dhe i ndihmon armikut, ban fjallë të armiku, kundër vëllezëve të tij besimtar, ai është kafir. Dhe në fenë islame, dije se njëri i cili shpallet tradhtar, çfarë dënimi meriton. Ndërgja edhe në ahiret tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër të dashur, keni kujdes nga këto media që mundohen
të hedhin plur syve të njerëzve, edhe qëllimi i tyre nuk është i pastër. Qëllimi i tyre nuk është që vetëm një spion që pas ka dalë, se në mesin atyre analistave dhe në mesin e gazetarëve ka shumë të tillë që janë bashkëpunëtorë të Serbisë, edhe sa shpesh kanë dalë dhe dalin në media si opinionista, si analista, dhe dinë që kanë punuar qyshmoti me bijan e Serbisë, edhe akoma ndoshta dhe janë punëtorë të tyre dhe dalin hatas dhe majnë emisione dhe të regon se që ka bërë në të kaluarën, si ka spionu e si ka bashkëpunu, por të ashtë në formë të një analisti. Më thojza, kinëse i penduar nga jo punë, e kështë të mëral. E lusim Allahun të uzon në rrugën e drejtë dhe të në i falë gabimet, e kullu kauli hadha, wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falënderimit i takojnë Allahut Azza wa Jall, salat e selamet qofshin mbi të dërguarin ton, mbi më të dashun e Allahut, mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i cili vuajti shumë nga sherri i munafikëve. Vuajtën edhe sahabët, sepse këta munafik, sa herë që mirë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjë të mirë për umetin, apo ndonjë pregaditje për umetin, munafikët u bënin bashk, këta spion, u bënin bashk dhe bashk me armiqet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm që mos të ketë sukses pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ekspeditave të tij ushtarake. Po të njëjtit edhe sot gjindën dhe janë të përhapur dhe armiku investon me miliona vetëm të destabilizoj një popull apo një vend. Me qëllim që të vetmin që t'i poshtoj ata. Me qëllim të vetmin që t'i kontrolloj ata dhe t'i nënshtroj ata. Dhe kjo dihet o vëllezër të dashur, dhe mu aty ku ka më shumë aktivitete, mu aty ku ka më shumë davet, mu aty ku ka fe më shumë, mu aty ku ka adhetarizëm më shumë, mu aty ku ka humanizëm më shumë, mu aty ku njerëzit janë më të suksesshëm, shtetet armike, mu aty mundohen që me infiltru njerëz, sepse nga ata kanë frikë dhe nga ata truhen. Kurse, kur njeriu nuk ka aktivitete, kur njeriu nuk është i vyshëm, atëherë edhe armiku e din që për këtyre nuk ka gjë. Andaj o vëllezër të dashur, kujdes nga këto media, të jemi sy hapur dhe sy qelë, dhe nga xhamia vetëm se burojnë njerëz që janë besnik ndaj vëllezërve të tyre besimtar, njerëz të cilët janë besnik ndaj Allahut, njerëz të cilët janë besnik ndaj imanit dhe njerëz të cilët janë besnik ndaj vatanit. Besimtari është i dobishëm, kështu ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimtari kudo që të jetë bën hajër. Besimtari nuk tradhton. Besimtari është besnik. Besimtari nuk mashtron. Besimtari nuk përgojon. E besimtari asesi nuk shpionon. E lusim Allahun azza wa jalla të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na falë mëkatet. E lusim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj neve dhe popullin ton dhe vendin ton dhe mbar vendet e muslimanëve nga sherri i armiqve të tyre. E lusim Allahun azza wa jall të ndihmojë muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë, të ndihmojë muslimanëve në Palestinë e Gaza. E lusim Allahun azza wa jall përmes neve të udhëzojë dhe të tjerët. E lusim Allahun të laj borxhet tona, të shëroj të sëmurit tanë, të mëshiroj të vdekurit tanë. Dhe lusim Allahun ku të ndajmë për kësaj dynjaje të ndajmë me fjalën
La ilahe illallah.